Nafta shitej në të zezë në Shqipëri. Këto pastaj cisternat ngarkoheshin me ujë, e ato në doganën e Kosovës kalonin si sasi nafte, ndërsa fitimi pastrohej nëpër biznese. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka zbardhur skemin e një grupi të strukturuar kriminal prej 9 vetash, që dyshohet se ka kryer kontrabandë të derivateve, pastrem parash dhe shmangje nga tatimi. Sipas pretendimeve të organit të akuzës, Faruk Mazrek dyshohet se është udhëheqës i këtij grupi kriminal. Prokuroria pretendon se pasuria e tij rrjedh nga shitja e drogës. Për t'i pastruar këto para, ai dyshohet se i ka futur ato në sistemin bankar përmes biznesit të tij, Po Petrol Farez në Mamush. Për të humbur gjurmët, i njëjti pretendohet se ka marrë 4 kredi në vlerë prej 930.000 eurosh. Nga atëherë kanë filluar të deklarojnë qarkullim të madh financiar nga shitja e karburanteve dhe importit të naftës nga Republika e Shqipërisë, të cilën kinë se ju ashesin bizneseve të tjera në Kosovë. E në të vërtetë cisternat e biznesit të pandehuar në Shqipëri ngarkohen me gjysmën e sasisë së naftës dhe gjysmën tjetër të ujit, kurse faturohen për tërë sasinë e naftës dhe në librat e kontabilitetit regjistrojnë shitje, ndërsa kompanitë e tjera blerjet e tyre nuk i regjistrojnë. Ashtu që në këtë mënyrë kryen fshehjen e origjinës së parave përmes transfereve bankare dhe paratë e pista i fusin në sistemin legal financiar. Me këtë kishin kryer veprën penale, shpëlarje e parave. Prokuroria pretendon se Faruku ka kontrabanduar naftë nga Shqipëria përmes portit Porto Romano. Sipas akuzës, ai e ka shitur naftën e vërtet atje, ndërsa në Kosovë ka sjellë cisterna me ujë për të mashtruar doganën. Ai dyshohet gjithashtu për shmangje tatimore mbi 50.000 euro dhe për lëshim të faturave të rreme. I biri i tij, Fariz Mazrek, dyshohet se ishte bashkëpunëtori kryesor. Ai ndihmoi në falsifikimin e librave të kontabilitetit, duke regjistruar shitje të rreme të naftës që në të vërtetë ishte ujë. Fariz Mazrek dyshohet se ka pasur një uri të plota se pasuria e tyre rrjedhte nga trafikimi i narkotikëve dhe ka shfrytzuar të njëjtin biznes për të deklaruar importe dhe qarkullime fiktive. Qëllimi i tyre që paratë e pesta të futeshin në sistemin legal financiar, pjesë rjetit ishin edhe bizneset të tjera. Sipas prokurorisë, ata dyshohet se ndihmoheshin edhe nga i dyshuari Skënder Kelmendi në pastrimin e parave. Ky i fundit lëshonte fatura të rreme për naftë, veprim që dëshmohet nga bisedat e përgjuara në qershor të vitit 2024. Gjatë kontrollit me një korrekt 2026 në shtëpinë e tij në Lipjan janë gjetur 3 anë pa leje. Po ashtu në pompën e tij të derivateve Eurokos në shtime, atij janë sekuestruar 298 euro në monedha metalike nga 2 euro të falsifikuara, të cilat dyshohet se synonte t'i vinte në qarkullim. Në të njëjtën linjë, edhe Nisret Bajraktari dyshohet se ka ndihmuar po ashtu grupi në pastrimin e parave. Nisret Bajraktari dyshohet se duke pasur dieni për origjinën kriminale të pasurisë udhëheqësve të grupit, ka përdorur biznesin e tij për të lëshuar fatura fiktive të blerjes së derivateve të naftës nga kompania Po Petrol Farez, duke bashkëpunuar në fshehjen e burimit të vërtetë të parave. Ndërkohë, Dashnim Iftari, pronari i kompanisë Veda 2 Petrol SHPK, dyshohet se është pjesë e grupit kriminal që nga janari i vitit 2025. Prokuroria pretendon se ai ka deklaruar importe të rreme të naftës nga Durrësi, duke futur në Kosovë cisterna të mbushura kryesisht me ujë, për të shmangur taksat dhe për të përfituar financiarisht. Adem Morina, pronari i Cini Oil SHPK, akuzohet për të njëjtin rol në grup. Sipas prokurorisë, ai që nga janari 2025 ka deklaruar importe të rreme të naftës, duke shmangur doganën me cisterna që përmbanin vetëm 20% naftë, ndërsa pjesa tjetër ishte ujë, duke ndihmuar kështu në fshehjen e veprimtarisë dhe shmangjen e tatimeve. Muhamet Mazrek akuzohet për rol operativ në grup. Sipas prokurorisë, ai është kujdesur për transportin e derivateve, ka modifikuar cisternat për nevojat e kontrabandës dhe ka ndërmjetësuar komunikimin mes antarëve të grupit për fshehjen e ujit në cisterna. Naser Morina, vozitës i kompanisë Po Petrol Farez, dyshohet se ka transportuar naftë nga Shqipëria, duke qenë i vetëdijshëm se cisternat ishin mbushur me gjysmë naftë e gjysmë ujë. Truri teknik ishte Gazmen Çuni. Ai modifikonte cisternat duke krijuar ndarje sekrete.
90% e hapësirës mbushej me ujë, vetëm pjesa e mbetur me naftë. Prokuroria pretendon se ky grup ka dëmtuar buxhetin e shtetit me shmangje të mëdha tatimore. Këtë të premte gjykata pritet të vendosë nëse 9 të dyshuarit do të mbeten në paraburgim. Shënjestër.net